Hej, njerëz të bukur, si nisi po kaloni? Kam trahana që më mbeti, edhe nuk dua që ta hedh poshtë, edhe do ta bëj në furrë me kungull, me qep të skuqura, djathë, edhe miell misri. Del, mos e pyesni sa mirë. Edhe t'ju tregoj gjithë recetën. Grim kungullin në fillim, e griva kungullin të gjithë, do ta lëm me një anë tani, që të përgatit edhe gjërat e tjera. Qepët, duhet t'i grij edhe qepët. Do t'i grij dhe qep duhet të skuqen një herë. Kështu dalë të përgatisim tjera tani. Do t'i grijm qepët. Dhe pasi kemi grirë të gjitha qepët, do t'i hedhim të skuqim. Kuptohet që duan goxha vaj, se janë shumë qepë. Qepa po skuqet, edhe brenda tek kungulli do hedhim djathin. Çfarë djath të keni? Do hedhim trahanan, kuptohet. Do t'i hedhim pak krip, se djathi ka krip, kuptohet. Një qik fare. Miell misri. Do ta shoh me sy miellin e misrit, se mos do akoma. Unë hedh një qik piper, për shije. Edhe do t'i hedh një qik në energjik, jo zuno, në energjik duhet t'i jetë në shqip.